Të dashur vëllezër besimtar, jemi duke folur për surën madhështore, surën Yasin, duke shpjeguar këtë sure në mënyrë që ta mësojmë, ta kuptojmë dhe kur ta lexojmë apo kur ta ndëgjojmë të dimë se për çka ka folur Zoti i Madhreshëm në këtë sure, për cilën sure pejgamberi alayhi salatu wasalam tha se është zemra e Kur'anit. Në gjumon e kaluar prezantuam dy portrete, pra dy kategoritë njerëzve për cilët flet surja Yasin. Për atë mohuesin i cili ja ktheu shpinën udhëzimit, i cili u tall me fjalët e Zotit, u tall me pejgamberët, me të dërguarit e Zotit, dhe për besimtarët, ata të cilët ndoqën në rrugën e drejtë, ata të cilët pasuan të dërguarit, ata të cilët u munduan që t'ju qëndrojnë besnik parimeve, urdhrave të Zotit të Madhreshëm. Dhe sot surja Yasin apo ajetet për cilat do të flasim na prezantojnë me gjyqin që do të ndodhë në ditën e gjykimit. Allahu i Madhreshëm na e prezanton gjykatën hinore, ku aty nuk do të ketë avokat që ke mundësi me pagu dhe me shpëtu, ku aty nuk ke mundësi me oratorin tënde me manipulu me drejtësinë hinore të Zotit të Madhreshëm. Pra, do të shohim që në gjykatën hinore, gjykatën supreme që do të ndodhë në ditën e gjykimit, drejtësia do të jetë në maksimum dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi, po ashtu edhe transparenca do të jetë në maksimum, si dhe provat janë të pakundërshtueshme. Dhe është interesante se në ditën e gjykimit, në këtë gjykatë supreme për cilën po flasim, dëshmitari do të jetë vetë personi. Pra vetë gjymtyrët e trupit ti do t'jenë ata cilët do të deklarojnë për jetën e ti sa ishte në dynja, çka bëri, çka veproi, ku shkoi dhe si përfundoi. E fillon Zoti i Madhreshëm ajetin e 60 të surës Yasin me fjalët: Alam a'had ilaykum ya bani Adam alla ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Po thot Allahu, a nuk ja u mora besën o bita Ademit që ju mos ta adhuroni shejtanin? Vërtet, ai është armiku juaj i hapur. Pra në këtë ajet, Zoti i Madhreshëm po na bën pyetjen, a nuk ishit ju ata të cilët ma e dhat besën? Pra kur është kjo besë që ne ja kemi dhënë Zotit? Është momenti kur Zoti ka krijuar, pra ka nxjerr gjithë shpirtrat tanë nga palca, nga kurrizi i Ademit alayhi salam. Dhe e dyta është natyrshmëria jonë, për cilën natyrshmëri tha pejgamberi alayhi salatu wasalam se secili njeri, secili fëmijë kur lind në natyrshmërinë e tij të pastër të fesë. Pra natyrshëm njeriu beson në Zotin. Për nga natyra njeriu kur lind, pra është një qenje që me adhuru Zotin e Madhreshëm. Dhe vazhdon pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe thot, mirë po janë prindërit e tij ata të cilët e kanalizojnë pastaj jetën e tij. Ata të cilët pastaj japin drejtim se kaç shkon fëmiu i tyre. Andaj Zoti i Madhreshëm po thot në këtë ajet, thot, a nuk ju erdhi paralajmërimi i qartë nga unë? Pra Zoti po thot, ju dërgova të dërguar njerëz nga mesi juaj, cilët nuk ishin melek, të cilët ishin prej mishi dhe gjaku, të cilët ju nënshtruan sprovave ndoshta edhe më shumë se ju, të cilët ju këshilluan që të më adhuroni vetëm mua, të cilët ju këshilluan që ti distancoheni, ti largoheni shejtanit, sepse ai është armiku juaj i hapt. Pra, krimin më të madh që njeriu
kjo krijesë e Zotit e bën këtë dunjë, cili është kur e adhuron shejtanin. Dhe adhurimi i shejtanit nuk do me thonë patjetër që me i ra sejdë shejtanit. Adhurimi i shejtanit është kur njeriu nuk respekton urdhrat e Zotit. Kur njeriu ja kthen shpinën udhëzimit të Zotit, atëherë i tilli pra në një farë lloj forme e adhuron shejtanin. Dhe Allahu i Madhreshëm po na tregon se ky armik të cilët ju bindët, ishte ky armik i pari që haptas deklaroi armiqësinë ndaj jush. Pra është ai momenti kur Zoti i Madhreshëm krijoi babain ton, Ademin alayhis salam. Edhe pasi që e dalloi dhe e veçoi me arsye dhe intelekt nga gjitha krijesat tjera, i urdhëroi melekët së bashku me ta edhe shejtanin që me i ra në sejdë nderimi Ademit alayhis salam. Dhe shejtani haptas deklaroi mosbindje ndaj urdhrit Zotit dhe armiqësi absolute ndaj kujna, ndaj neve njerëzve. Tha, unë do t'jem ai që do t'i devijoj njerëzit, do t'i devijoj robrit e tu, ju drejtu Zotit shejtani. Tha, unë do t'jem ai që do t'i devijoj robrit e tu, duke ju përshpëritur majtas e djathtas para dhe mbrapa atyre që devijojnë, të harrojnë ty dhe të më nënshtrohen mua. Dhe njeriu pra nëse e ndjek thën urdhrin e Zotit dhe pason dëshirat apo përshpëritjet e shejtanit mallkum, kjo pra do të thotë që ai me një farë lloj forme ka shpreh gatishmëri për të adhuruar shejtanin, Zotin na ruaj prej tij. Dhe Zoti i Madhreshëm po na kallëzon shumë qartë në vazhdim të këtij ajetit se urdhri ka qenë shumë i qartë për juve, o ju njerëz. Wa an ya'buduni hadha siratun mustaqim. Cili ishte urdhri i Zotit? Tha, urdhri i Zotit ishte që më adhuroni mua, tha Allahu, sepse kjo është rruga e qartë, kjo është rruga e shpëtimit, kjo është rruga e drejtë. Megjithatë, thot Allahu, wa laqad adalla minkum jibilan kathira. Shejtani i mashtroi shumicën prej jush, po thot Allahu, afalam takunu ta'qilun. A nuk kishit mendje, a nuk kishit logjik që të mendonit rreth kësaj, po thot Zoti. Pra Allahu po i drejtohet edhe logjikës tonë. Po si ka mundësi që logjika jote e pastërt edhe e drejtë me pranu diçka që me the urdhrin e Zotit të Madhreshëm? Po si ka mundësi që ai Zot i cili ka krijuar ty në formën më të mirë dhe për çdo ditë të furnizon me të mirat e tina dhe të ka dhënë shëndetin, të ka dhënë të pamurit, të dëgjuarit, këmbët për të ecur, duart për të punuar me ta, megjithatë ta mohosh këtë krijues, ti bindesh shejtanit dhe ta refuzosh në nshtrimin, adhurimin e Zotit, si ka mundësi, po thot Allahu i Madhreshëm, logjika juaj me pranu këtë? A nuk keni arsye për të meditu, për të mendu, po thot Zoti i Madhreshëm? Dhe pasi që kjo gjykat për cilin po flasim që do të ndodh patjetër në ditën e gjykimit për secilin prej nesh, pasi që prezantohen akuzat e qarta. Pra sikur që ndodh rëndom të njëjtën e kësaj dynjaje, kur dikush pra i shpalosen akuzat e tina dhe shpallet i pafajshëm, atëherë pas kësajna çka vjen? Vjen dënimi. Dhe Zoti i Madhreshëm po na prezanton se këta njerëz të cilët u deklaruan të akuzuar, pra provat ishin qarta, për ta po thot Allahu, hadhihi jahannamu allati kuntum tu'adun. Kjo është xheneti që ju premtohej e që nuk u ruajtët ndaj tij sa ishit në jetën e dynjas. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Hini në të sot për shkak të asaj që e keni mohu sa ishit në jetën e kësaj dynjaje. Dhe të dashur vëllezër besimtar, edhe në botën tjetër, edhe në këto momente do të ketë njerëz të tillë që
do të fillojnë me oratorin e tëre me shpik gënjeshtra. Ndodhe dhe njëtën e kësaj bote. Dikush i cili është i aftë për nga gjuha e ti, pra ndodhë që të shpëton edhe të mos dënohet, dini me manipulu me fjalët e tina. Edhe në botën tjetër do të ketë njerëz tillë që do të mundohen me oratorin e tyre, me gënjeshtrat e tyre të manipulojnë krijuesin absolut, Zotin e Madhreshëm. Mirë, po çka ndodh në këto momente? Allahu thot: "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Sot ne ja u vulosim atyre gojët e tyre dhe na flasin duart e tyre dhe këmbët e tyre do të dëshmojnë për atë që kanë punuar. Pra në ato momente do të mbyllën gojët e gjithë neve, nuk kemi mundësi pra me u arsjetu me gojët tona. Do të fillojnë me dëshmu duart edhe këmbët e tona. Pra duart do të thonë: "O Zot, me mua ishte që e preki haram. Me mua ishte që shkruan të lloj-lloj shpifje, bën të lloj-lloj ofendimi." Këmbët do të thonë: "O Zot, me mua ishte që udhtoj në filan haram, e boni filan gjinahin." Pra janë dëshmitar, do të jenë pra gjymtyrët e njeriut, të cilët në ato momente do të dëshmojnë dhe nuk do të kenë mundësi që gojët e tyre të shpikin gënjeshtra. Andaj, të dashur vëllezër besimtar, Allahu i Madhreshëm na tregon me një sure tjetër, në surën Fussilet, ku vetë njeriu do t'ju drejtohet në këtë rast pas kësaj gjymtyrëve të trupit. Do t'ju thot: "Pse dëshmuat kundër meje? Pse folit? Kush më dha urdhër me fol?" Ata do të thonë: "Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay." Ata do të përgjigjen: "Na bëri të flasim Allahu i cili e bën çdo gjë me fol." Pra, duart në këtë dunjë nuk e kanë mundësinë me fol. As këmbët nuk e kanë mundësinë me fol. As lëkurat nuk e kanë mundësinë me fol. Ata të shërbejnë ty, dhe nëse ti i përdor ata në mënyrë të drejtë, pra ja u sheh hajrin atyre. Dhe nëse nuk i përdor në mënyrë të drejtë, atëherë kemi ja u pa sherrën atyre. Pra po thonë, është Allahu ai i cili na bëri të mundur që të flasim edhe dëshmojmë, deklarojmë për gjithë shka që kemi punu njëtën e kësaj dunjaje. Dhe të dashur vëllezër besimtar, Allahu pastaj në vazhdim na e tërheq vërejtjen për neve që jemi në këtë dunjë akoma, e që për kjo ditë do të vjen gjithsesi. Ju drejtohet Allahu gjithë atyre të cilët vazhdojnë me kokfortësinë e tyre, me arrogancën, me ndjemadhësinë e tyre, mos mi u bindë Zotit të Madhreshëm. Thot Allahu: "Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabaqu as-sirata fa anna yubsirun." Po thot Allahu, sikur donim ne do t'u avërbonim sytë e tyre, atëherë ata do ta kërkonin rrugën, por si vallë mund ta shihnin. Andaj Zoti i Madhreshëm po thot në këtë ajet, vazhdon thot: "Dhe sikur donim ne do ta shkatronim atë në vendin ku ishin, pra përderisa e bënin gjunahun, përderisa e bënin mëkatin, dhe ata nuk kishin mundësi as ku të shkonin dhe as ku të ktheheshin." Mirë, po shtruhet pyetja me drejt: pse Zoti i Madhreshëm e vonon dënimin e tina? Për shkak se Zoti, një nga cilësitë, një nga emrat e bukur ti që i ka, është emri e sabur, durimtar. Allahu duron shumë. Allahu e duron edhe gjunahçarin i cili në vazhdimsi i bën gjunah. Mirë po, Allahu edhe pse është e sabur, durimtar, ai nuk harron asnjëherë. Allahu tregon në vazhdimsi se Allahu nuk harron ata të cilët i bojnë gjunahe edhe nuk i bindën Zotit të Madhreshëm, dhe do të vjen në momenti që patjetër ata pra do të japin llogari për çdo veprim tyre. Pra Allahu ja u jep mundësinë secilit
edhe besimtarit që ta ketë mundësi të bën vepra të mira, ta shton volumin e veprave të tij, kapitalin e veprave të tij, që t'i gjinden ata në ditën e gjykimit, po Allahu jep kohë edhe pa besimtarit, edhe gjunaqçarit, që të reflekton që nesër të mos ketë arsye dhe të thot, o Zot, po unë nuk pata kohë me u përmirësu. Allahu do t'i thot, pa nuk ta dha shkohën në dispozicion, po vitet që jetove në dynja, po duart me të cilat bëshe haram, po këmbët me të cilat i drejtohesh i haramit, po gojet edhe shikimi, syt e to edhe vesht e to të cilat shikanin dhe ndëgjanin haramin. Pra Zoti i Madhreshëm tregon me fakte të pamohueshme që nuk do të ketë mundësi asnjëri me u arsjetu atë ditë, sepse kohën ta ka dhënë dispozicion, të ka dhënë mundësi, nuk të ka dënu gjatë kohës që ke bo gjunahe, por edhe nuk ka harru për veprimet edhe lëshimit që i ke bën. Andaj të dashur vëllezër besimtar, neve si besimtar na takon që të vazhdojmë të qëndrojmë rrugë drejt, të nënshtrohemi plotësisht Zotit të Madhreshëm, të mundohemi që të mos bëjmë gjunahe, sepse siç është i njohur hadithi i Gjibrilit, adhurimi jon që ja bëjmë Zotit duhet me ja bëjmë në atë formë sikur jemi duke e pa Zotin, për arsye se edhe pse ne nuk e shohim, ai na sheh neve. Siç e pyeti Gjibrili alayhi salam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, më trego se çka është ihsani, çka është sinqeriteti. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ju përgjigj, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa inna lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan, sinqeritet, do me thonë me adhuru Allahun sikur je duke e pa, për shkak se edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty në çdo veprim tonë të qepa. Me këtë vetdije ne të dashur vëllezër besimtarë duhet me jetu në këtë dunjë, edhe duhet me mësu edhe fëmijët e tonë me eduku në këtë formë. Me eduku fëmijët tonë këtë formë, jo mi u thonë nuk ban me bu këtë punë. Mirë po mi thonë këtë punë që ke dëshirë me bu, Allahi nuk dën me bu. Jo vetëm unë që nuk e du, po Allahu nuk e dën këtë punë. Dhe dije se Allahu të shen në çdo veprim. Nëse e rrit e edukon fëmijën tanë, apo fëmijët e to, me këtë vetdije, dije se ata edhe nesër kur të rritën, kur të mos kenë ty afër, ata do t'i ndalë, do t'i stopon pikërisht, pra ajo vetdija se Zoti është duke më pa. Allahu është ai i cili është duke më pa në çdo detaj timin. Andaj përmendet me një rast Hazreti Omeri e pa njërin prej barive i cili i ruante delet e një zotërisë tij. Tha, therrën njënën dele, edhe e ham së bashku, ose shitna neve, ndërsa edhe parat mbaj për vete, e pronarit tanë thuj që e ka hangë rrugë. Si u përgjigj ky bari i cili kishte besim të pastërt në zemrën e tij, tha mirë, pronarit deleve do i them, po çka do t'i them atëherë pronarit krejt neve, Zotit Madhreshëm, ai i cili na sheh çdo detaj në çdo veprim. Kjo ishte pra një provokim nga ana e Omerit për të pa besimin e këtij djaloshit, dhe kur pa besimin e tij u krenu mjaft shumë dhe tha përderisa kemi njerëz tillë do të kemi një islam të fortë në vitet në vim. Andaj të dashur vëllezër besimtar, ky islam kërkohet prej neve që të aplikohet në jetën tonë, që të aplikojmë tek fëmijët tonë. Allahu na bëf prej tillëve. Amin, amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.